Ç'kam kyri pasaku. Po kanë të morë kanal të morë këtu. Hajde. Njerë ratë parë u falenderojmë ju që na erdhët për këtë problem madhor. Faleminderit ju që keni kurajë dhe flisni hapur. Ne ky fshat ka shumë probleme, morëm. To ta filloj, ne një problem tjetër. Na berën një kanal bashkia, na beri një kanal, që nuk shërben për këtë fshat fare. Që kanali? Kanal Vaditës? Vaditës. Ne këshim e dhe atje, vaditim në një copë këta pjesa lartu, ne poshtë nuk vaditim do të 5 rejnë domate. Po. Me leona u odhën atje. U investua të kaj kanali? U investua, ja, të vete do të shpije, bre, ta shikosh. Po. 130 me leon. 170 me leon. Po të kishë berë këto kanalizime të brenda fshatër, këto do të shpije, se këta janë një pjesë tu, spiuna dhe djeva që u thoshe dirama, djeva janë. Po mi më mirë, ka drejt në vetë, ata let jenë, ne mos vejnë me ata. Jo, do mere mund, po do mere mund. Po fshatin, unë do ta duar më shumë nga ju që vetë merë një rogë atje 300-400.000 lekë, edhe u shërben atyre. Po mirë, a i që merë lekat, a nuk vuan njësoj si ju? Po një loje vuan, po si ka mundësia? Se vjen të këtu, bre. Nuk vuan sa merë, pa punë, se ne kur Po nuk vene në punë. Po mërë po, a jeton me fekalet këtu? A janë urat e zezat këto që kanë? Dalë më dalë të themi lafë. Ata e kanë pasur tradit që ashtu janë mësuar e su ben për shtupje. Këta që janë në punë, nuk vene në punë. Po të marru një ditë telefon të gjesh, këtë ditë pune, ata gjedisin në përara në prasu këta që the mund. E diti, rogën e marrin. E pëtë të vitë dalë. Pra janë njërës që marrin rogën Po i ka verë në kryetari bashkis në punë, ka ngarkuar bashkin atje, nga Qina mi mu tjenë 5-6 vetë. Nje, është një pari gjentil këtu që vetëm ditë të shpërndaj thasë kur vjen fushata, një gjentil, një djela e Tiranës. Edhe e bajnë në punë. Djela, mo djela. Emri tja. Administratori komunë. Administratori. Pa ndaj unë bashkinë nuk e dua, s'kan që e Po dua. kërë plak fshati, a keni më vla? Po e më duhet ishtu kërë plak. Po pra po është djali mirë pare, është djali mirë, nuk e shaj. Po nuk e shaj. Dhe kjo që nuk e shaj, po vajti i thanë një për një problem për ujtë, vajti në kryetari bashkis, e i tha mbyllgojnë, i tha se do të eqë, i tha të ktheshe parat, i tha. Po që se ka në i rogë madhe kërë plaku. Po nuk e di sa marin, unë asë... Po 80.000 lekë me kërë plaku. Unë një deri sa ta mbarojnë të dhe. Iku kjo problem. Kemi urat e zeza në përfshat. Janë këto kanalizimet e vogla, apo janë më të mëdha? Urat e zeza dalin... Do të shkojnë të i filmojmë ta. I kanë dirë të fshat urat, kanë dubot. I kanë dirë Në ja, ty do t'i tregoj. Po. Urat e zeza. I thanë kryetarit bashkis njerë, ka qenë kjo kërë plak. I thanë të na vi kryetarit bashkis, të na thot këtu. Do vina, tha më darë. Në lajmëron kjo të vi. Kur unë punoj atë kam spina, ty punoj, më thot kjo mua, të vi kryetarit bashkis. Unë mblodhëm këtu. Ky djeva që themun ky. Po, mos ta ha. Ky djeva që themun, e lajmëroj tha, mos hajde se umblodhën këta demokratët dërkojnë llogari. Thot kryetari bashkisë, thot, ka ikur në orë 2 natës në Tiranë. Unë punoj atje, shikoj ku ka, shikoj. Në anë e Gjades. Kryetari bashkisë në orë 10 kaloi këtu. E po ku ti besosh këta? E po ju që keni ndarë si baliste komunistë, si të kura? E po ja shiko, këto ndodhin. Po pse more, edhe për probleme ka që esenciale. Këto ndodhin. Nuk kam në plan ndonjëherë sa të jem në këtë detyrë të ndaj njerëzit jashtë fushatës elektorale në të maj apo të djavë. A shërbejmë shumë mirë? Jo. Jam mund veti pak kënaqur sa duash. A kemi shërbyer më mirë se çdo herë? Patjetër që po. Përveç kanalizimeve të ure zeza, tokat dhe shtëpit. Dashtu. A është bërë gjë në këtë fshatin tuaj? Ne kemi tokat, nuk i kemi një hipotek. Nuk i shesin dot. Asi edhe shtëpin. Nuk i kemi një hipotek. Na gënjyen ka një 2 vjet apo çfarë? Na gënjyen vajtëm në lampun, vajtëm në mollat. Ky djeva që themun, ky djeva. Po. Na mori na thosh, bëjni kështu, thosh. Hiç një radh na thosh. Këto radh që bëhet fjalë. Edhe mund t'i kenë hequr atare. Dëgjoj. Na thosh hiqini na thosh, se janë kot. Ky. Ne un kam gati 3 hektare. 3 hektar. I ket të qëmot me apo tani me amë të pa. I ndam tash. Me këtë, i kam me tapi, paguaj tapin. Ore këto toka janë të dikujt.
Kanë qenë do dikujt para 45-s? Po, kanë qenë, po kur na dau ky ligji. Këto tani, këto toka, po i shkojnë ish pronarit apo po i Jo, merr jo, dikush jo, tjetër? po i merr ai, do t'i merr ai. Dëgjoj. Kush po i merr? Po, atë nuk e dim. Kanë qenë atje poshtë në fshat, se kanë shpitan dhe poshtë. Unë erdhen 2 dje me një xhip. Jo më Fotografoni nga gjatë i ri. Dëgjoj, erdhi me një xhip 2 dje, edhe ngritën aparatet, siç e ngritet ti këtu. Po jo, unë po i ngrej për punë. Jo. Edhe unë vetë u them, ore djalë, ne kemi të ndara këto tokat. I themi një vend atje shkembi Bidos. Po. I ngritën aparatet, matën rahat, u themi ne. Nga erdhën më lart, nga erdhën këtu në varret e reja. Po. Këta djem që them unë, i matën këtë rahat. Tha, ne bëjmë punën, tha, i matin, tha, se do bëjnë këta, tha, le të bëjnë se duar në Po kush e kishte sjell? Qeveria, kush e kishte sjell? E po nga, pse s'e unë ti matë që kanë timet? Iku dhe kjo. Dashur, tash ti duat ta marrin kullotën e Lajthovi, thon një vend aty. Këtu do i vëjmë panelet. Në Lajthovi. Këtu ka dalë vendimi i bashkisë. 3.5 hektar, 35 ashtu. Sa Hektare gjysmë. Thonë, po ata e dojnë çfarë ofin Do terë. marrin 35 hektar kullot. 35 hektar. Sa të futen. Mirë po ato Sa dhe është e vërtet ne nuk e dim. E kuptoj. Dëgjoj, ato vite dhe ato vend ku, ato vend me skanar ato. Ja, i vend me shkëktuja, këtu është. Po zotria. Ato, ati kalojnë, se ne këte kufizohemi me lumin këtu, e ke parasysh. Edhe këte janë arra pera këte maternity olmi, edhe kjo pjesa këtu e shko në erion të ta tërmojnë. e shoh Ajo kjo gorica ati, Po, e shoh. ati kalojnë tër mali, dhidhen, ati Atje do vëjmë panele. Ati do bëjmë panele. Ku do bëjmë? Ai pas keni afër fare ju. Po s'ka rrugë tjetër, pandaj them kështu, le të bëj krye bashkiaku, le të bëj, po të vitëm le si që erdhe ty të mbledh të fshat, ti marrë mendimi këtë fshat, jo le fshat. Pse nuk jeni dëgjuar ju? Po jo, more, ja le të thonë. S'është bërë asnjë dëgjem? Po nuk vjen, bre, nuk vjen. Fare, i ben fshetas di këta. I shkon të këta të dyertua. Po ben fshetas di, bre. Mos flasim kot, mos akuzojnë, por a është bërë as bërë? Po që shumë bashkë vendim? Po që që mos vitin në ambit si të ndodhe ti, ore fshat, do të bëjmë te për të mirën e fshatit. Të thotë. Po të mirën e fshatit. Po e ka dhe në krye plaku, se në një nga këta dila Jo, që jo, të po su bën 3 dëgjesa nuk merret një vendim. Ne jo, le të dal njeri këtu nga këta djemë të këtu, ja. Para se të kalojnë në gjithë këto filtra, në Këshillin Bashkiak kalon që ka konflikt interesi, e para, është bërë dëgjes publike, janë pyetur të gjitha këto nga administrata e bashkisë, dhe me sa di unë të gjitha janë bërë kështu. Dere hapur për të gjithë aty ku ne kemi. Dhe në njëri që nuk ka mundësi për ta bërë këtë kërkesë, do ta ndihmoj unë për ta bërë. Të them unë që të thot njeri që ma kanë polur unë ose kanë dhenë në Ja më të tërë janë familje. S'kemi as kryeplakun, ta kishin pyetur kryeplakun. Pra ndaj duar nga ty erion, Po. ti shikosh ta kanalet një. Të shikosh ato tokat Gjithë ato dy, ti shikoj. atje. Edhe këtë të shtëpive, unë dua një, unë jam pensionist, kam dy, jem një djalë e kam jashtë, një e kam këtu, nuk dua gjë nga, as nga krye bashkiaku, as nga Edirana, as nga Salius, dua gjë. Prandaj ju falemder juve, jepja ti.